Edhe pse I pati shpresa tek gjykata kushtetuese, kjo e fundit ka fundosur Arben Frokun, duke lënë në fuqi dënimin me burgim të përjetshëm në lidhje me vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamaj, ngjarje e ndodhur në vitin 2013. Kujtojmë se Gjykata Europiane për të drejtat e njeriut kishte vendosur që të rihapet dosja Arben Frokut, pasi vlerësoi se procesi ndaj tij ka patur shkelje të drejtave të njeriut dhe duhet të rigjykohet nga Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë. Në këto kushte, kushtetuesja shqyrtoi pretendimet e Frokut për rrëzimin e vendimit të apelit dhe Gjykatës së Lartë që e kishin dënuar me burgim të përjetshëm. Përfundimisht, u vendos rrëzimi I kërkesave dhe u lanë në fuqi vendimet, duke konfirmuar dënimin me burgim të përjetshëm. Arben Froku fillimisht u shpalli pafajshëm nga shkalla e parë e ish gjykatës për krime të rënda, por më pas apeli e dënoi. Pasi u arratis, ai u arrestua në 2015 në Holand, vend në të cilin vijon të vuaj dënimin me burgim të përjetshëm të dhënë nga drejtësia shqiptare.